të Kosovës, ka qenë strategjia e dur e cila ka përcjell gjithnjë më shumë rezultate. Tani nga rasti Maduro e tutje, se s'dua të ndalem në veçanti, por natyrisht dua ta vendos pikam edhe reagimin tuaj, mbështetjen si institucione që keni patur, jo vetëm në këtë segment, jo si diplomaci edhe si institucione të Kosovës, mbie kështu jo vetëm mua, por gjithë opinionin publik që thotë që administrata Trump dhe vetë zoti Trump është i paparashikueshëm. Por neve, ku na dhemb, mund ta vendosim pyetjen këto, unë po them çfarë nëse administrata Trump thotë e janë përsëri në Rose Garden ose në Zyrën Ovale edhe bëhuni gati për një marrëveshje me Serbinë. A e keni menduar një gjithë? Shikoni, çka nëse tash ndalet rryma, atëherë nuk mund të vazhdojë misioni. Rryma mund ndalet në Kosovë, mund ndalet në Kosovë pa pikë problemi. Mirë, po çka nëse është një çështje që shtrohet kur ndodh nëse. Prandaj nuk kam asnjë arsye, fare asnjë arsye të kem asnjë dyshim. Pra ju i besoni edhe nëse ftojnë, është mirë kjo punë. Ai bie kështu. Shikoni, pse ne duhet të refuzojmë të diskutojmë me administratën e aq më pak me presidentin amerikan? Sepse ka ndodhur të kaluar në zonja Gërvalla, ka ndodhur të kaluar dhe ju e dini shumë mirë se ka ndodhur. Po kanë shku si nxënësi shkollës, ja kanë qitë karriken përpara dhe ka thënë po, madje edhe për moratoriumin e njohjeve të reja. Po pret jemi të barabartë me presidentin Trump. Jo, barabartë nuk mund të jemi, por partner mund të jemi. Sepse Kosova... Po as partner s'mund t'jesh Kosova me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ti mund ta quash partneritet, po ti Kosova është partner shumë lojal, ne mund ta themi vetëm nga pikpamja jonë. Nuk ka popull më amerikan dashës se sa qytetarët e Kosovës. Nuk ka qeveri më lojale në raport me interesat e Kosovës dhe më pas me interesat amerikane në rajon se sa qeveria e Republikës Kosovës. Prandaj nuk kam asnjë dyshim, përbes nuk kam asnjë dyshim dhe nganjëherë i dëgjoj me shumë, si më thon, me shumë humor. Këto nëset, sepse projektimi i një të keqeje nga një proces që mund të jetë për Kosovën shumë i mirë, gjithmonë me asgjë atë këshërin. Kjo gota mund të jetë gjys plot apo gjys zbraz. Me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kjo gotë për Kosovën është gjithmonë gjys plot, jo gjys e zbrazët. A është e vërtet që gjatë këtij... Nga kjo po i bie që ne duhet kemi besim tek... Ne vazhdimisht kemi pasur besim. Po më herët s'ka patur zonja Gërvalla se s'ka shku në takim, është prish qeveria zonja Gërvalla. Kush s'ka shku në takim? S'ka shku në takim zoti Kurti dhe ka shku pastaj zoti Hoti në Zyrën Ovale, që po thu është ullur si nxënës. Po është ullur si nxënës para presidentit amerikan, se nuk është ullur para në një presidentit estonisë. Keq është ta shërbesh opinionin me gjysmë lajme. Po s'është gjysmë lajme, po kjo është e vërtetë, është faktike. Domethënë ka pasur ftesën të shkojë në Zyrën Ovale kryeministri Kurti dhe nuk ka shkuar, po ka shkuar Abdullah Hoti. U prish qeveria. Po u prish dhe, po nuk u prish për këtë temë. Po u prish edhe për atë temë. Jo, Zona Gërvalla. Po jo, bre, po mosni. Po prish edhe për atë temë Zona Gërvalla. Po ne nuk mund të themi që këtu kemi qenë, kemi raportuar ato zhvillime. Domethënë çfarë jeni duke thënë ju është që kryeministri Kurti e ka pasur ftesën të shkojë takoj presidentin amerikan dhe ka refuzuar ftesën dhe prandaj është rrëzuar qeveria Kurti. Jo, po nuk është bre ashtu. Unë thash diçka tjetër, po kjo që ai ka patur ftesë që të shkojë atje sepse ai ka konfirmuar vet. Ai ka thënë unë nuk shkoj për t'i marrë 3-4 këmisha edhe për të shkuar për të vendosur thika mbi harta. Tani thikat mbi harta janë hequr me këtë NDAA. Prandaj nuk është progres i jashtëzakonshëm? Po shumë mirë që është, por ne nuk mund ta mohojmë diçka që ka ndodhur. A nuk është progres i jashtëzakonshëm? Jo, ju tashti në fjalinë e dytë ju thatë shumë më tepër se sa në të parën. Në parën thatë ka refuzuar. Po nuk ishte shkuar, prandaj u prish qeveria. Ja, qeveria, nejse. Aty do ta diskutoni me kryeministrin Kurti, sepse unë s'kam qenë këtu në momentin kur është prish qeveria. Unë kam qenë këtu. Unë kam një mendim timin për atë kohë. E qartë. Dhe e di që i kam paguar shtrenjt pasojat e asaj shkuarjeje pa plan, pa strategji dhe pa vizion të Abdullah Hotit në Washington. S'ka patur zgjidhje tjetër zonja Gërvalla. Po ku pe dini ju, a keni qenë i ulur aty? Po s'kam qenë i ulur aty, vetëm thret presidenti i Amerikës, fuqia kryesore edhe faktori kryesor që ti je i lirë dhe je i pavarur, edhe ti thua jo, është